Ne kemi një kryeministër që nuk është i zakonshëm, që nuk e çon fort kokën për interes të shtetit. Veprimet që janë bë në vazhdimsi me këtë qeverisje gjatë 4 viteve e kanë rrezikuar në substancë shtetin e Kosovës, qëndrueshmërinë e tij. Jemi në aksione. Ndoshta i duhet një partner më institucional që ta zgjidhë. Zotit Kurti, po i duhet një partner i nënshtruar. Po nuk do ta ketë. Gjatë rrugës, zoti Abdigjiku në disa raste ka treguar që nuk e ka fort të lash në momente të caktuara me u dorëzu para një për shembull votimi i presidentes. Votat e LDK-s kanë zgjedhur zonën Osmani presidente. Edhe atë vështirë që për shkak të konstituimit, por në fundites çato belip zoti Kurti me mbështetësar të vijnë për institucione dhe në rregullie. Po, nëse flasim për parime, ti ke të drejtë se çashtu do duhet ishte, çashtu shkruan edhe në kushtetutë, edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që duhet koordinim, duhet bashkëpunim. Zoti Krasniqi, kryetari i PDK-s, në takimin kur Kurti i konvenonte zgjedhjet e parakohshme, e pranoi. Kurti i konvenon, PDK-ja pranoi që caktohen zgjedhjet e parakohshme. Mandje hongër edhe një darë. Për veprimet e zotit Krasniqi, me siguri që ata flasin vetë. Te lojaliteti kam fjalën. Te lojaliteti ndaj të fortit. LDK-ja e ka refuzuar takimet, dialogun, që nuk është e zakonshme për LDK. Po sepse ka refuzuar paraprakisht. Po, nuk do të jenë pjesë asnjë qeverie ku nuk e udhëheq vendosje për me votu. Zeshore, apo lëndë këtë temp, apo lëndë për të tazon tek komunitetet. Kemi parë shpjegimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe leximin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Edhe te ky aktgjykim, pra Lidhja Demokratike thotë se ne kemi lexuar që i ka dhënë të drejtë në Adrashiqi dhe nuk është kundërshtim me kushtetutën. Pra, mund të jetë bindje juridike juristëve të LDK-s që thotë që ka qenë deklarata zyrtare e LDK-s. Po, një pyetje shumë logjike për LDK-n. Pse su binde herën e parë kur ky nënkryetar, sepse i ka që ka dalë për votim. Pa dashur që të tingëlloj si avokat i LDK-s. Po thjesht po e parashtroj. Nëse ke lexuar aktgjykimin e ri të gjykatës kushtetuese, i ka një 2-3 pika sqaruese për mekanizmin debllokues në Kuvend. Pra, a mund të jetë ky arsyetimi të cilin e ka përdorur lista serbe nuk ka propozuar të gjithë antarët e saj. Ka refuzuar që nëse refuzojnë, këtë rast lista serbe nuk ka refuzuar. E drejta e grupit më të madh politik me propozu është shfrytzuar nga lista serbe. Për mua është njëjtë si ky që është zgjedhur, si ata 9 tjerë, 10 sa janë, këtë njëjtë janë. Kanë ndarë rolet, edhe tash ne po sillemi edhe po e bëjmë avokatin e një pjesëtarit të Komunitetit Serb i cili kam rrimë e bënë në kryetar. Me